Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së denit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe atë mesazh do ta zgjedhim ja në këtë mënyrë. Marrim kështu një dhe mesazhi juaj është 6 të shpatës. Shpatat janë në mendime, faktikisht mendja jonë, ajo çfarë mendojmë, atë çfarë besojmë dhe ndoshta por gjithaj i kemi dhe të egzageruar dhe të zvogëluar apo varet nga karakteri që e keni, por 6 të shpatës është kogja një letër e bukur. Do thot, t'ju marr një shembull kështu që ta kuptoni çfarë tamam thotë. Jeni në një anije dhe deti është 10 ball. Ja me zi, ja në këtë mënyrë. Dhe kjo në det të trazuar, çfarëdo që është në jetën e juaj, duke përjetuar tani, apo keni përjetuar, kjo tregon shenjën e asaj që jeni duke dalë në ujërat më të qeta, dhe jo vetëm të qeta, drejt asaj rruge që është ku është paqja, ku është qetësia, është një lloj shërimi dhe shpirtëror, sikur vërtet po dilni dhe po i leni ato det me gjithë ato valë, ato trazira, drejt shërimit, drejt sikur njerëzve të duhur, drejt sikur situatave të duhura, do jeni në momentin e duhur, në kohën e duhur, me njerëzit e duhur. Ta them ashtu, do thot vërtet duke lënë pas vetës ca trazira, mund të jenë shqetësime, mund të jenë një problem i momentit apo i kohës tani, mund të jenë shumë gjëra, jeni duke e lënë, pavarësisht se keni ecur kogja dhe ju ka munduar, por zgjidhja apo progresi apo arritja e saj është aty, jeni duke i lënë të gjitha pas vetes.